Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari e ka shkarkuar drejtorin e spitalit të Kumanovës, Stefan Trajanovskin, një hap që pason vdekjen e 32 vjeçarit Vedat Ademi. Taravari ka sqaruar se vendimin e ka marrë pasi e ka lexuar raportin që e kishte përgatitur Inspektorati Sanitar Republikan. Pasi e lexova raportin, menjëherë shkarkova drejtorin e spitalit të Kumanovës. Prej sot, drejtori i spitalit të përgjithshëm të Kumanovës është i shkarkuar, deklaroi Taravari. Nesër, mbas disa konsultimeve që do ta bëjmë me ekipin tim në ministri, besoj se do ta emërojmë drejtorin e ri të spitalit të Kumanovës, kurse ekipi profesional i mjekëve, e 5 ekspertëve të mjekësisë, do t'i analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjtat do të dorëzohen në prokurori. Matutje, për përgjegjësinë profesionale të mjekëve, e kanë për obligim që ta bëjnë organet e hetuesisë dhe gjykatës. Kujtojmë se 32 vjeçari Vedat Ademi nga Kumanova ka ndëruar jetë në spitalin e përgjithshëm të Kumanovës më 17 mars. Ai paraprakisht kishte ardhur për kontroll pasi është ankuar për probleme me stomakun. Sipas familjarëve, atij i është dhënë ilaç ndaj të cilit ishte alergjik. Ndërkaq, drejtori i spitalit Stefan Trajanovski pranoi se i është dhënë terapi, por se në vend të përmirësimit ai ka pasur dhimbje në gjoks pas çka ka ndëruar jetë, duke shtuar se në atë spital lindin dhe vdesin njerëz.